imagjinone, 80% e nxënësve në secilën klasë janë vetë deklaruar se kanë provuar të paktën një herë përdorimin e vejpit. Gati 80% e nxënësve në 4 shkolla në Prishtinë dhe Fushë Kosovë kanë thënë se të paktën një herë e kanë provuar cigaren elektronike. Kjo është njëra nga gjetjet e hulumtimit të organizatës Education Empowerment Initiative në përpjekje për të adresuar shqetësimet për rreziqet e përdorimit të cigares elektronike tek nxënësit. Në këtë hulumtim, përmes pyetësorëve anonim dhe bisedave me nxënës e prindër, u mblodhen fakte rreth përdorimit të kësaj lloji cigareje dhe motivet e përdorimit për t'i ndërgjegjësuar të miturit për rreziqet shëndetësore. Vejpit apo cigaret elektronike tani më janë një aktualitet që shqetësues, ku në fakt ka eskalu pak a shumë për pjesa fëmijëve, ku tani më vejpin po e shohim edhe në ambiente shkollore, gjë që vitin e kaluar ne patëm fatin me taku mësimdhënës dhe 8 fëmijë vullnetar të cilët punuan rreth një hulumtimi afër 500 intervista me fëmijë të moshës 10-13 vjeç, ku pas këtij hulumtimit dhe statistika që kanë marrë në terren rezulton që fëmijët prej 10 vjeç po konsumojnë vejpin. Projekti ka përfshirë si fazë të parë fushata ndërgjegjësuese në 4 shkolla publike, 2 shkolla publike të Prishtinës edhe 2 shkolla publike të Fushë Kosovës, ku patëm rastin me taku fëmijë prej klasës së 6 në klasën e 9 dhe në fakt i informuam fëmijët pak a shumë për damet shëndetësore që i jep vejpi e cigaria, si dhe gjithashtu dham raste, statistika në përballë se çka është duke ndodhur në SBA, në Britani, ku kemi shumë adoleshentë që kanë përfunduar në spitale, po kemi raste edhe me fatalitet. Prej asaj çka kemi marrë në terren është mjaft shqetësuese me pa fëmijë prej moshës 10 vjeç, të cilët konsumojnë cigaren me avull apo vape që adoleshentët e njohin më mirë. Gjatë takimeve me fëmijë që kemi pas, pothuajse 80%, imagjinone, 80% e nxënësve në secilën klasë janë vetë deklaruar se kanë provuar të paktën një herë përdorimin e vejpit. Që e kuptojmë se janë adoleshentë. E kemi thënë edhe gjatë fushatave që e kemi parasysh sepse ka ndrim hormonesh, jeni koha e adoleshencës, pubertetit, kurreshtja, nuk keni faj kontenti, po sheni reklama edhe krejt është në rregull. E keni provu, është mirë me mbyll këtë kapitull. Edhe kjo ka qenë një prej qëllimit kryesor që kemi folë me fëmijë, sepse në momentin që po kalon varësi, aty po është mandej problemi. Sepse nuk po kemi mundësi ka, po normalisht, gradualisht për me i tërheq ta fëmijë edhe mi shëru sa duhet. Janë identifikuar 14 raste të vetë deklaruara nga nxënës që konsumojnë vejp në mënyrë të rregullt, që do të thotë kanë kaluar në varësi. Edhe çka është më e keqja, kanë deklaruar që në ambiente shkollore e mbajnë këtë pajisje me vete. E kanë treguar raste, një rast ka qenë, mund të them, shqetësues, sepse pyetja ka qenë çka të bëj unë, sepse këtë produkt e kam siguruar nga prindrit e mi, sepse ne si familje konsumojmë të tërë. Një rast që ka qenë më i rëndi, kisha me thënë, ka qenë i një fëmije i cili tregon për një familjar të tij, nuk jeton në Kosovë, mirë po ai fëmijë sot nuk është, fëmijë 13 vjeç i cili ka ndruar jetë për shkak të abuzimit me vejpin, me cigaren elektronike. Sipas fëmijës që e ndau këtë histori, tregoi që nuk ka pas ndonjë smundje kronike tjetër, mirë po nuk kanë pas mundësi me shpëtu dot prej kësaj varësie.